Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar anëtar të kabinetit të ri qeveritar, të nderuar ambasador dhe anëtar të korit diplomatik, familjet të dëshmorëve të kombit, veteran e invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zonja dhe zotërej, e nderuara kryetare e Kuvendit të Republikës zonja Albulena Xhiu, nënkryetare Ardian Gola dhe ju nënkryetare të tjerë të përsa zgjedhur. Më lejoni që t'ju përgëzoj të gjithëve për konstituimin e Kuvendit të legjislaturës së 10 dhe për funksionet dhe përgjegjësitë e reja që keni marrë. Ju falemnderit të gjithëve për përkushtimin që tregonin ndaj shtetit tonë të përbashkët. Këto dy seanca po i mbajmë pas ditën e mbrëmjes sonte, sepse këto ditë po zhvillohen seancat e fundit të procesit gjyqësor ndaj drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit. Kërkesa e prokurorisë për dënimin prej 45 vitesh burgim për secilin, ku përfshihen edhe pretendimet për krime kundër njerëzimit, është orvatje që bie ndesh me të vërtetën dhe mohon kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare. Qëndrimi i qeverisë së Republikës Kosovës që unë drejtoj është i qartë. Në Kosovë janë kryer krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare. Ato i ka kryer regjimi i Jugosllavisë së Serbisë nën Milošević. Kjo është e dokumentuar dhe e njohur ndërkombëtarisht. Barazimi mes drejtuesve të UÇK-s dhe të një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm. Është shtrembrim faktik e historik. Për familjet e viktimave është i padurueshëm përveç se i papranueshëm. Të nderuar deputet, një muaj e gjysmë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, jam i nderuar që para jush të paraqes ekspozen për mandatin e ardhshëm si kryeministri i Republikës. Me që shumica e elementeve programore dhe zotimeve konkrete tashmë janë paraqitur publikisht në këtë sallë, me 26 tetor, do të përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe të prezantoj kabinetin e ri qeverisë. Këto gati 5 vitet e fundit, nga të cilat pothuajse një vit si qeverinë e detyrë, pra pa kompetencat plota, kemi ndërtuar dhe zhvilluar një Kosovë më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon, përkundër sfidave globale si pandemia, kriza energjetike dhe inflacioni, me një rritje mesatare reale prej 6% të bruto produktit vendor, duke mos rënë asnjë vit nën 4%. Kur e morëm përgjegjësinë për të udhëhequr vendin, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliardë euro. Vjet me punë të ndershme dhe politika të drejta ka arritur në 11 miliardë euro. Ndërkaq projektojmë që si vjet bruto produkti vendor të arrijë në 12 miliardë euro. Për herë të parë në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banore në Kosovë do ta tejkaloj vlerën prej 10.000 euro. Sfidën e inflacionit që i ka goditur të gjithë, kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetaren dhe jemi vendi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 punësuar në 430.000 punësuar, me fokus të rinia dhe gratë, si dhe kemi arritur që të ardhurat e familjes të ngriten duke rritur pagën minimale, pensione, shtesat për fëmijë, por edhe pagat në sektorin publik, të cilat gjatë këtij mandati që po e përmbyllim tash, kanë shënuar rritje mesatare prej 47%. Kjo rritje do të vazhdojë edhe në mandatin që vjen, në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Rritjen ekonomike nuk e kemi mbajtur në shtet, por e kemi shpërndar në popullsi duke shtuar mirëqenien shoqërore. Shtesat për fëmijë sot janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë, ndërkaq mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë ato. Pra nga 0 sa i gjetëm në 45 dhe në mandatin e radhës nga 45 në 90 euro për fëmijë për familjet me 3 e më shumë fëmijë.
Me këtë rritje do të lëmë prapa edhe disa shtetet Bashkimit Evropian sa i përket shtesave për fëmijë. Njashtu edhe shtesat për nënat e reja, lehonat, do t'i rrisim në 500 euro në muaj për 6 muaj. Në afër 1800 ditë qeverisje, kemi marrë gjithsej mbi 2700 vendime. Qeveria jonë ka mbajtur gjithsej 286 mbledhje fizike dhe online, një mesatare prej afër 60 mbledhjesh në vit, apo edhe më shpesh se një herë në javë. Nga vendimet e qeverisë, 320 kanë qenë projekt ligje, 72 koncept dokumente dhe 20 nisma legislative. Pra rreth 17% e tyre kanë pasur karakter legislativ, parafërsisht 1 në 6 vendime. Kemi dëshmuar një ritëm të lartë dhe të qëndrueshëm vendimmarrje me theks të veçantë në reforma ligjore. Siç e dim, janë liberalizuar vizat në zonën Schengen dhe tani pasaporta e shtetit ton është më e fortë se kurrë. Është përmirësuar imazhi i vendit duke u ranguar në top lista për siguri dhe rend, siç ishte ajo e Institutit Gallup International, dhe kemi siguruar edhe vlerësimin kreditor sovran 2B- të Fitch Ratings, që nuk është keq për fillim, e gjë që na hap dyert të reja për investimet huaja direkte. Sot ne jemi vendi më demokratik në rajon, një arritje kjo si e shoqërisë ashtu edhe institucioneve tona, të cilat janë të ndërtuara mbi vullnetin qytetar e vlerat demokratike dhe ky standard duhet të ruhet, të mbrohet dhe të avancohet. Të dashur qytetar, më lejoni që së pari t'ju falenderoj juve, ata që votuan lëvizjen vetëvendosje, por edhe një rekord historik të ri kësaj radhe, e t'i falenderoj edhe të gjithë ata të cilët votuan subjektet e tjera për pjesëmarrjen në zgjedhje, për shprehjen e vullnetit të lirë dhe për përgjegjësinë e lartë qytetare përgjatë gjithë procesit zgjedhor dhe pas tij të treguar pa dallim. Të nderuar deputet, gjatë këtyre viteve, siç kemi qenë dëshmitarë të gjithë, jemi përballur me provokime të vazhdueshme dhe me sulme të shpeshta të Serbisë, por ne veçse kemi forcuar policinë dhe sundimin e ligjit, ushtrinë dhe mbrojtjen e vendit. Sfidat u përballuan me sukses dhe madje i kemi kthyer në mundësi për progres. Investuam në ushtri dhe në fuqizimin e policisë, në shtrirjen e sovranitetit dhe në luftimin e kriminalitetit. Në politikat sociale për nënat e fëmijët, për drejtë e pensionistët, në mbështetje të fermerëve dhe të bizneseve të vogla e të mesme. Prekëm çdo shtresë e çdo qytetar, secilin komunitet e vendbanim anë e kënd Republikës. Shteti ynë nuk zgjedh midis zhvillimit ekonomik dhe drejtësisë sociale dhe sigurisë kombëtare, por i përqafon të trija si shtyllat pandashme të progresit dhe të mirëqenies së përbashkët. Ne besojmë thellësisht se një ekonomi e fuqishme dhe një shoqëri e barabartë janë të ndërlidhura, se bizneset dhe start-upet nuk janë vetëm motori i rritjes, por edhe kontribues të mirëqenies së përgjithshme. Vizionin e synimet tona i realizojmë mbi parimet politike dhe mbi vlerat që i kemi mishëruar në kushtetutën tonë. Mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe të drejtave civile, të drejtat e komuniteteve jo shumicë, garantimin e dinjitetit njerëzor dhe barazinë për çdo qytetar pa privilegje e favore. Këto janë udhërrëfyes për çdo vendim që marrim, për cilën do reformë që nisin, për secilin aktivitet që bëjmë. Kosova, sot të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më demokratike dhe më e sigurt se kur më parë. Institucionet tona sot janë edhe më të besueshme e më të qëndrueshme. Kosova është rreshtuar në anën e paqes, të drejtësisë dhe të aleatëve të saj demokratik. Aleanca jonë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, me NATO-n dhe me vendet mike nga Kanadaja e deri te Japonia, nuk do të lëkundet, sepse ky bashkëpunim nuk është thjesht strategji, është vlerë. Sepse ne nuk jemi vetëm pjesë gjeografike e kontinentit evropian, por pjesë e vlerave politike të tij, lirisë, solidaritetit dhe parazisë. Në 4 vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje,
Do të regrutojmë ushtarë të ri, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarakit Kosovës dhe do të prodhojmë dronët luftarak made in Kosova. Do të vazhdojmë mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal mbi bazën e barazisë dhe të përfaqësimit barabartë, sepse besojmë që fqinësia e mirë evropiane dhe bashkëpunimi rajonal i kontribuojnë si paqes ashtu edhe sigurisë. Do të punojmë me çdo çështri në dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjellët. Normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen tonë verior Serbinë do ta ndjekim përmes dialogut konstruktiv e kreativ, përmes marrëveshjes tonë bazike të Brukselit dhe aneksit të zbatimit të Ohrit. Por, siç kemi vepruar në 4 vitet e kaluara, normalizimi është çështje e rregullimit të marrëdhënieve mes dy shteteve, pra si raport bilateral e jashtëm e jo ndërhyrje apo përzierje në çështjet e brendshme. Qeveria do të mbrojë dhe zbatoj kushtetutën dhe ligjet në fuqi në çdo cep të vendit tonë. Të nderuar deputet, qytetarë dhe partnerë ndërkombëtar, në mandatin që po shkon, Kosova dëshmoi se është shembull i demokracisë dhe i zhvillimit në rajon me rritjen më të madhe ndonjëherë në të gjithë indikatorët e demokracisë. Tani është koha të tregojmë se jemi shembull i inovacionit dhe i drejtësisë efikase. Në këtë mandat, reforma në drejtësi do të hyjë në fazën e saj vendimtare, do të vazhdoj lufta kundër korrupsionit dhe ligji do të zbatohet pa frikë dhe pa favore gjithandej Republikës. Reforma në drejtësi nuk ka qenë vetëm synim, ajo ka nisur të bëhet realitet. Ligji për Byron Shtetërore për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme duhet të ecë përpara së bashku me vettingun, ashtu që drejtësia të bëhet edhe e drejtë, edhe e shpejtë, edhe e besueshme. Do të themelohet prokuroria e re specializuar për çështje krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe zyra për hetime disiplinore. Do të thellohet reforma në transformimin digjital. Çdo qytetar duhet të ketë mundësi të komunikojë me shtetin pa barriera në mënyrë shpejtë, efikase dhe transparente, që nga aplikimi për dokumente deri te shërbimet sociale dhe biznesore. Digitalizimi është mjet për të shërbyer çdo qytetari dhe do të përdoret për progres shoqëror, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, llogaridhënie të gjerë dhe cilësi të lartë. Në mandatin që po lëm pas, eksportet dhe investimet e huaja direkte u dyfishuan, për tani është koha të shumëfishohet prodhimi. Për gjatë 4 viteve në vazhdim, do të investojmë rreth 1 miliard euro në prodhim përmes garantimit të kredive për investitorët. Pra do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika dhe në prodhim. Do të themelojmë bankën zhvillimore, projekt që tashmë është negociuar me bankën botërore, në vlerë prej 50 milion eurosh, për të mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Trepçën do ta rikthejmë në funksion zhvillimit përmes investimeve të reja dhe të mëdha strategjike në bashkëpunim me një kompani me renome nga vendet mike, duke e kthyer atë në motor të ekonomisë sonë. Do të ndahet një fond prej rreth 50 milion euro për skanimin e plot të burimeve tona natyrore dhe futjen e tyre në ekonominë në funksion të zhvillimit. Bjeshkët tona të larta e të bukura nuk do të shijohen vetëm nga larg, por do të përjetohen nga afër duke investuar në turizëm malor. Kjo do të fillojë me 500 milion euro për Brezovicën, e cila do të transformohet në destinacion ndërkombëtare evropian të turizmit, ashtu sikurse edhe rezorti i ri i skijimit në Dugagjin. Mërgata tashmë është pjesë jo vetëm në politikat e qeverisë, por edhe pjesë e bërjes së atyre politikave. Përmes dritares për investimet diasporës do të mbështeten ndërmarrës nga diaspora deri në 100 milion euro investime që bëhen në Kosovë. Mërgata tashmë është pjesë pra e politikave të qeverisë dhe ajo do të jetë e pranishme në dikasteret ekzekutive të qeverisë së re. Termocentrali Kosova B do të modernizohet, ndërsa termocentrali Kosova A do të rehabilitohet thellësisht, në mënyrë që të rritet siguria e furnizimit dhe të ulet ndjeshmëria ndaj krizave eventuale nga jashtë.
Kapacitetet nga era do të rriten më shumë se 2 fish në 305 MW nga 135 MW sa janë aktualisht. Pastaj kapacitetet diellore fotovoltaike do të rriten më shumë se 8 fish në 250 MW nga 30 MW sa janë tani. Do të bëjmë implementimin e sistemit baterive me kapacitet 107 MW për 2 orë energji e gjithë mbarshme 340 MWh, që do të arrisë fleksibilitetin e rrjetit e më së largu deri në fund mandatit. Si rezultat i këtyre investimeve, kapacitetet e instaluara të energjisë elektrike do të rriten për më shumë se 70% apo 100% duke përfshirë edhe bateritë për ruajtje të energjisë. Kosova do të bëhet neto eksportuese e energjisë elektrike. Eksporti i energjisë elektrike në raport me konsumin do të tejkalojë deri në 30%, ndërkaq për konsumatorët e shërbimit universal më pak se 7% e konsumit do të importohet. Do të ndërtojmë sisteme të reja të ngrohjes qendrore e gjatë mandatit do të përfundoj 2 fishimi i kogjenerimit në termocentralin Kosova B. Përveç fokusit të burimet të ripërtrishme të energjisë dhe të eficienca e energjisë, për të ulur ndotjen dhe rritur kursimin, në mandatin që na pret do të angazhohemi për përdorimin e burimit më të vlefshëm që kemi, lignitit, për kapacitetet reja energjetike me teknologji moderne gasifikimi e cila ndot më pak. Ky do të jetë projekti më i rëndësishëm në dekadat që do të vijnë. Siguria nuk është vetëm energji, siguria është edhe ujë. Një shtet i sigurt është një shtet që garanton ujë të pijes për qytetarët e tij. Në kuadër të sigurisë kombëtare, ne do të investojmë 400 milion euro për të ndërtuar 5 diga të reja në Dragaqin, në Firaj, në Desivojës, në Pollat dhe në Kuqic, të cilat do të mbledhin dhe menaxhojnë burimet ujore. Përmes këtyre investimeve do të sigurojmë furnizim të qëndrueshëm ujë të pijes për gjithë qytetarët e Amvistrit, do të rrisim potencialin për bujqësi intenzive dhe do të rrisim rezistencën tonë ndaj ndryshimeve klimatike. E për gjithë progresin që është bërë në zvoglimin e pabarazisë përmes shtesave për lehona dhe fëmijë dhe për fuqizimin e grave dhe rinis, do të filloj edhe projekti Superpuna për gratë. Ashtu që kur të punësohet një grua, qeveria do të mbështes në lartësinë e pagës minimale 500 euro për 6 muaj. E gjyshërit që kujdesen për fëmijët, kur të dy prindrit janë punë, do të marrë 100 euro shtesë në muaj mbi pensionin bazë, sepse kësaj jo vetëm ndihmojmë prindrit dhe gjyshërit, por ndihmojmë familjen dhe ekonominë. Ngritet kërkesa agregate nga poshtë dhe rritën prodhimtaria dhe qarkullimi dhe ekonomia gjithnjë e më lartë. Paga minimale të ndjek rritjen ekonomike, nga një janari ajo është 425 euro, kurse në nivelin e 500 euro nga një korriku si vjetë, sepse një Kosovë që zhvillohet nuk duhet ta lë askënd prapa. E paga minimale do të lirohet nga tatimi. Kjo nënkupton që edhe për biznesin e vogël individual, 6.000 eurot e para të fitimit vjetor do të jenë të liruara nga tatimi, pjesëmarrja nënkupton gjithë përfshirje. Në arsim kemi filluar reformën më të thellë në dekada. Nga arsimi i hershëm deri tek ai universitar, po krijojmë standarde të reja cilësie dhe po rrisim investimet në infrastrukturën, kapacitetin mësimore dhe mësimdhënëse e mësimnxënëse. Janë ndërtuar dhe renovuar qerdhe shkolla, janë hapur qendra për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe arsimi po lidhet me nevojat e tregut dhe realitetin e sotëm për herë e më të ndryshueshëm. Ne duam arsim që ndihmon nxënësit të mendojë, të krijojë, të punojë, të zhvillojë e të ndërtojë. Kemi ngritje të konsiderueshme në rangimin ndërkombëtare të universiteteve publike të Kosovës. Do të vazhdoj me prioritet të lartë mbështetja për edukimin e hershëm. Vendi ynë ka 108.000 fëmijë nga 1 deri në 5 vjeç. Krahas rritjes së përfshirjes së tyre në qerdhet publike, do të nisë sistemi i bonove për prindërit që vendosin të dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe jo publike. Synimi ynë është që në ciklin parafillor të përfshihen të gjithë fëmijët të moshës 5 deri në 6 vjeç. Aktualisht në vendin ton janë 20.000 fëmijë të kësaj moshe. Programi i ri për progresin gjeometrik cilësisë në arsimin e mesëm ofron mundësinë që profesionistë
me doktoratura dhe me kualifikim të lartë të japin mësim në shkollat e mesme anë e kënd vendit. Për çdo profesionist të tillë që pranohet si mësimdhënës në shkollat e komunave më të largëta, do të ketë një bonus të veçantë si nxitje dhe vlerësim për punën e tyre. Do të hapen 5 gjimnaze të specializuara në gjithë Kosovën, të dedikuara për fushat që fuqizojnë cilësinë e shkollimit mesëm dhe të ardhmen profesionale. Do të vijojë dhe thellohet procesi rishikimit dhe rivlerësimit gjitha teksteve shkollore, nga gjuha dhe matematika që i rishikuam tashmë, do të vazhdojmë me të gjitha tekstet tjera për arsimin parauniversitar. Për disa lëndë do të nisë përkthimi dhe digitalizimi i materialeve shkollore. Do të vazhdojmë të rrisim qasjen në shëndetësi, edukim dhe siguri sociale, duke i bërë këto shërbime publike që janë obligime qeveritare më efikase dhe më të qasshme për secilin. Çdo qytetar i yni do të ketë mjekun familjar dhe do të jetë brenda regjistrit kujdesit parsor shëndetësor. Prej këtij viti fillon plani për kontrollin dhe mbikëqyrjen shëndetësore për çdo qytetar. Brenda vitit secili e secila do të kenë një kontroll të plot mjekësor. Sistemi i njohur si check-up do të parandalojë, ndihmojë dhe mbështes çdo rrezik që vjen nga problemet shëndetësore. Në mandatin e ri do të decentralizojmë në tërësi shërbimet shëndetësore. Do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovic dhe në Ferizaj. Poliklinika specialistike do të ndërtohen në Drenas, Sharr, Viti, Rahovec dhe Leposavić. Modelin e keni tashmë në Podujev. Do të hapim poliklinika specialistike stomatologjike në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj dhe Podujev, e për listën esenciale të barnave, buxheti do të rritet deri në 100 milion euro. Mandatin që e përfunduam, fermerët e Kosovës i bëm më të mbështeturit në rajon. Dëshmi për këtë janë mbi 120.000 fermerë që përfituan mbi 300 milion euro në grante dhe subvencione. Në mandatin e ri, përqendrimi ynë do të jetë në rritjen e produktivitetit dhe konkurrueshmërisë, përmes mbështetjes së investimeve në teknologji dhe në rrjetëzimin e mbledhjes dhe shpërndarjes së produkteve bujqësore. Të gjitha prodhimet e fermerëve do të përkrahen për standardizim, certifikim dhe shitje. Çdo prodhim i standardizuar dhe i certifikuar do të ketë treg të garantuar. Prodhimet tona të certifikuara do të jenë të mbrojtura me ligj, si brenda vendit, ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Do të hapet mundësia për aplikim për grante gjatë gjithë vitit. Karta e fermeri do të ketë identitet dhe integritet të mbrojtur. Ajo do të jetë e sigurt për blerjen e inputeve, marrjen e këshillave, përfitimin e subvencioneve, qasjen financave dhe deri te shitja e prodhimit. Karta garanton që blerja e pesticideve, plehrave dhe farave të jetë e duhura dhe e saktë në sasi e në cilësi për secilin fermer dhe për çdo kulturë që kultivon. Do të përkrahojmë iniciativat kulturore dhe sociale që forcojnë ndjenjen e bashkësisë së komunitetit dhe përfshirjen e të gjithë qytetarëve në jetën publike, përfshir këtu edhe infrastrukturën sportive, të cilën po e ndërtojmë për ngjarjen madhështore të lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Në sport do të investojmë 250 milion euro për ndërtimin a renovimin e 20 stadiumeve të futbollit anë mban Kosovës për të siguruar infrastrukturën e nevojshme sportive për të rinjtë tonë. Projektet e mëdha infrastrukturore të mandatit të ri janë sigurimi i lidhjes me korridoret kryesore rrugore, përmes përfundimit të autostradës së Gjilanit drejt Dheu i Bardhë dhe kyçjes në korridorin 1. Mëtej, përfundimi i rrugës që lidh Prizrenin me Tetoën, pastaj ndërtimi i rrugës së Dugagjinit e cila lidh Prizrenin, Rahovecin, Gjakovën dhe Deçanin me Pejen e Istogun. Rrugët Dolc-Gjakov dhe Kijev-Zahaq do të finalizohen krahas rehabilitimit dhe modernizimit gjitha rrugëve rajonale. Projektet infrastrukturore janë mjete që i lidhin njerëzit me punën, prodhuesit me tregun dhe vendin ton me të ardhmen. Duke përfunduar rrugët që kemi nisur dhe duke filluar projekte të reja strategjike, unazën e Prishtinës, autostradën Gjilan-Prizren, Gabanullan, Qaf-Dulës dhe magjistralen e Dugagjinit, ne po ndërtojmë infrastrukturën e cila i jep kuptim zhvillimit,
që shpërndon begati në çdo rajon dhe që e bën shtetin funksional për çdo qytetar. Në mandatin e ri do të fillojmë me ndërtimin e linjës hekurudhore Gjakov-Shkodër në kuadër të asaj Prishtinë-Durrës dhe do të projektojmë linjën hekurudhore që lidh Prizrenin e Ferizajin me Gjilanin dhe Bujanocin. E nisim përgatitjen po ashtu të linjës Prishtinë-Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari. Të gjitha zotimet tona do t'i përmbushim nga valuta digjitale e bazuar në blockchain, te heqja e taksës doganore për 10% për veturat e importuara nga Shtetet e Bashkimit Evropian, nga zhvendosja e datës së pagesës së detyrimit të TVSH-s në muajin pasues nga muaji kur lind detyrimi doganor në kufi, te arkat fiskale digjitale dhe fatura elektronike business, nga ligji për çmimet tavan të produkteve bazë, të parqet, qendrat dhe inkubatorët e inovacionit, teknologjisë dhe biznesit. Pastaj nga angazhimi intenziv për statusin e vendit kandidat në Bashkim Evropian, tek ai për antarësim në NATO, nga bileta mujore integruar e programit anë-mban 10 euro në muaj, tek kthimi me automatizëm i shtetësisë Kosovës për pjesëtarët e Mërgatës, nga themelimi i gjykatës për çështje familjare të zyra për hetime disiplinore, nga pensionimi i parakohshëm i policëve i shkallëzuar sipas moshës dhe profileve, te përmirësimi i sistemit të gradave në policinë e Kosovës, nga industritë kreative ku janë parashikuar 200 milion euro investime, te ekzekutimi vjetor i investimeve kapitale mbi 1 miliard euro secilin vet si standard i qeverisjes, nga njësia ushtarake për bashkët me forcat armatosura të Republikës Shqipërisë, te SPAK-u 1000 gra e vajza ushtarake në Forcën e Sigurisë Kosovës, e të tjera e të tjera. Të nderuar deputet dhe të gjithë ju të tjerë të pranishëm, të dashur qytetar, në vijim po paraqes para jush edhe kabinetin e ardhshëm qeveritar me të gjitha dikasteret me ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Glauk Kënjufca. Zëvendës kryeministri e dytë dhe ministri e drejtësisë, Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet e pakicave dhe bashkëpunim, Fikrim Damka. Ministri i financave, Hekuran Morati. Ministër për punë, familje dhe vlerat e luftës çlimtare, Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes, Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sfeqla. Ministri i digitalizimit dhe administratës publike, Lulzën Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës, Hajrullah Qeku. Ministri i kulturës dhe turizmit, Saranda Bogujevsi. Ministri i administrimit pushtetit lokal, Elbert Krasniqi. Ministri i sportit dhe rinisë, Blerim Gashani. Ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Fitore Pacolli. Ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, Armend Muja. Ministri i infrastrukturës dhe transportit, Dimal Basha. Ministri i industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, Mimoza Kusari. Ministri i ekonomisë, Artane Rizvanulli. Ministri për komunitetet dhe kthim, Nenad Rashiq. Ministri për zhvillim rajonal, Rasim Demiri. Mandati të cilin po e kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatie për të gjithë. Ju faleminderit për vëmendjen e drejtanishme dhe paraprakisht për mbështetjen tuaj.